historiku shënon ditën ndërkombëtare të hënës, një datë që përkujton momentin historik kur njeriu shkeli për herë të parë në sipërfaqen e hënës në vitin 1969 me misionin Apollo 11. Po për te eksplorimit hapësinor, hëna ka qenë gjithmonë pjesë e jetës sonë, e lidhur me kalendarët, traditat dhe shumë besime. Një nga momentet më të dedikuara është hëna e plot. Shumë njerëz besojnë se gjatë hënës së plot ndryshon energjia, humori apo edhe gjumi. Disa kërkime sugjerojnë se drita më e fortë e natës mund të ndikojë pak te ritmi i gjumit dhe prodhimi i melatoninës, hormonit që ndihmon trupin të pushojë. Megjithatë, shkenca nuk ka gjetur prova të forta që hëna e plot shkakton ndryshime të mëdha në sjellje apo në shëndet. Ajo që dihet me siguri është se hëna ndikon në natyrë, sidomos të baticat dhe zbaticat, ndërsa ndikimi i saj te trupi i njeriut vazhdon të jetë një fushë interesante studimi. Hëna mbetet një simbol i misterit, zbulimit dhe kuriozitetit njerëzor. Hëna me sa duket përgjigjet për humorin, energjin, gjumin dhe ndonjëherë dhe për vendimet më të rëndësishme që ne mund të marrim për post efektit që ka në planetin Tokë. Gjithë diskutimin sot e zhvillojmë në aspektin dhe në prizmin e okultizmit për të kuptuar ndikimin që kemi patur gjatë gjithë kësaj kohe nga hëna, sidomos nga hëna e plot. Diskutimin në studio ndërtojmë i mik të programit, është Enea Gjona, okultist, Enea kënaqësi që jemi së bashku dhe sot për të kuptuar se si hëna e plot ndikon tek ne. Çfarë ndodh me ne gjatë hënës plot? Atëherë, Heinrich Cornelius Agrippa, që njihet si ati i filozofisë okulte, përshkruan ndikimet planetare ose ndikimet celestiale në përgjithësi. Por, një nga sefirotët në gjuhën okulte, sferat e ndikimit më të madh qiellor është pikërisht hëna. Mos harrojmë që në Izraelin e vjetër, një nga fiset priftërore quheshin levitët. Vjen nga fjalë lidhet me fjalën leva, levana, që do të thotë ngrej. Njëkohësisht planetit hën ose sefirotit hënës i thon levana. Pra, imagjino, vetë fisi më kryesor ezoterik, njohës si kabalas dhe okultizmit, kishte të njëjtin emër me planetin, me sefirotin e hënës. Në gjuhën okulte njihen si planete, pavarësisht që në aspektin më të detajuar është satelit, por njihen edhe dielli fizika astronomik, por në aspektin okult edhe dielli njihet si planet, pavarësisht pasaj që janë shumë gjendje të lëndës. Hëna në natyrën e saj vetvete është magnetike, kryesisht. Por, ne dim që çdo trup ka dy natyra kryesore, elektromagnetike. To e se çdo gjë materiale ka dhe neutralitetin e tij apo të saj. Dhe gjatë kohës që hëna vjen vërdall, po e them vërdall, rreth, ose më saktë është në kuptimin e lëvizjes, krijon njëkohësisht bosht elektrik. Dhe ne di shumë mirë në aspektin shkencor që valet detare dhe oqeanike, baticat dhe zbaticat janë pikërisht në dy posedulet e tokës në relacion me hënën. Nëse hëna ka një kapacitet kaq të madh për të ngritur minimumi 10 metra, 15 metra vale detare, njëkohësisht ndikon dhe tek fluidet, pra lëngjet në trupat e gjallësave. Po, ne jemi përbërë kryesisht nga uji. Nga uji. Por njëkohësisht ne dim që shumë nga hormonet e trurit lëshohen nga truri nëpërmjet gjakut, që është pikërisht fluidi uji, pra transmetues, që do të thotë që gjendja emocionale e njeriut është ndikueshme nga hormonet psikologjikisht, është e njohur. Por, duke qenë se hëna ndikon fluidet, rrjedhimisht, në logjik, ndikon edhe pikërisht gjendjen emocionale. Në gjithë kalendaret e lashtë botës, nuk kanë qenë madje edhe shumicën e përveç kalendarit gregorian, që është kalendar krishter,
pasi ne dim që dita e parë zyrtare pushim ka qenë shabati. Shabat në hebraisht do thot dita e 7, edhe është dita e Saturnit. Më pas, ishte dita e hënës kryesore, por krishterët, kur erdhën, duke qenë se Jezu Krishti ose Jehoshua el Meshia është kryesisht arketip diellor, u vendos e diela. Pra kryesisht, dita diellore ose kalendari diellor është kalendar gregorian, por në gjithë pjesën tjetër të lashtë botës, kalendari është hënor dhe kanë qenë 13, sepse korrespondon dhe me ciklet e fiziologjisë femërore. Pra, kanë qenë 13 e ki fjalën për muaj. 13 muaj, është shumë sakt, por shkak se nuk kanë qenë me 30-31 ditë plota, po 28-29 ditë. Pra që krijon me kalendarin. Edhe sot e kësaj dite, shumë kalendare, të paktën në lindjen e largët, ecin, ose kalendare religioze, ecin pikrish me kalendarin hënor. Në botën e okultit, sidomos në botën e shtrigris, që njihet si witchcrafti, madje edhe në kultet chthoniane në Greqi, pasi ka pasur disa kulte, kanë qenë kultet olimpike që ne i dim me 12 arketipet, pra Zeusi, Athina, Afrodita, po kanë qenë dhe chthonianet. Një ndër to është Hadesi, që e dim, është Persefone, por është Hekate. Hekate ka 3 pamje, edhe takoj në kryqëzimin e rrugës dhe është e shkuara, e tashme dhe ardhmja, që në fakt janë 3 fazët e hënës. Hënës vjetër, hënës re dhe hënës plot. Enea, në lejo, të zavrojnë sa më shumë pyetje që ne kemi, kur flasi për hënën e re apo hënën e plot, cila është faza më e fortë e hënës për energjinë e njeriut? Hëna e re apo hëna e plot? Faza më e fortë është hëna plot. Madje në mitologjit dhe në aspektet okulte janë inicimet për ritualet kryesore më të fuqishme në gjithmonë hënën e plot. Por është një fazë, hëna e plot është gjithmonë afër fundit. Dhe ndikimi hënor zakonisht është 3 ditë para ditët caktuar dhe 3 ditë pas si efekt inercie. Pra, në aspektin më të fuqishëm që përmende, në aspektin e fuqisë është hëna plot. Dhe ritualet më të fuqishme janë në hënën e plot. Por, çdo fazë e hënës ka rolin e vetë për një qëllim të caktuar, për një x-rit të caktuar, ose një yshtje të caktuar. Për shembull, nëse nis diçka, buqit e dinin gjithmonë në lësi, buqit nuk ndiqnin shumë kalendarin diellor, por ndiqnin kalendarin hënor dhe kur do mbillnin, shifnin fazat e hënës re. Pasi duke thënë që ndikon tek uji, bima shumë e lidhur me ujë. Pra, i mbillnin në hënën e re. Mbjellat vareshin nga hëna, qartë. Enea, kur flasnin për hënën e plot, disa nga ata që na ndjekin çdo ditë komentojnë për manifestim dhe për konkretizim të disa nga dëshirave më të mëdha që ata kanë. Nga ana tjetër, por në rrjetet sociale diskutohet për ritualet, ajo çfarë the ti, po ndonjëherë dhe me qëllim negativ. Çfarë ndodh gjatë hënës së plot me ritualet? Shpesh herë janë terma të ndryshme për të njëjtën gjë. Në fe quhet lutje. Po. Në shkencë quhet efekti Doppler. Në spiritualizëm quhet ligji i manifestimit, frekuencë. Në gjuhën e witchcraftit njihet si spell, pra shtiknisë, yshtje, që janë fakt janë rituale. Pra, diçka që mund të ketë emërtime ndryshme në esencë është një, dhe shpesh ka të bëj qëllimi, që në anglisht e thon intent. Pra, intencione, me çfarë qëllimi t'je bën. Pastaj, njerëz të ndryshëm kanë ndikime të ndryshme në mjedis. Ne e dim të, jemi të vetëdijshëm. Njëtë si gjallësa të ndryshme kanë ndikime të ndryshme, ashtu dhe njerëz të ndryshëm kanë dhe këto kur ndodhin që në nivel energjetik. Prandaj disa njerëz mjafton vizualizimi, mentalizimi në bazë të përvojës
dhe eksperiencës që ka me punët e veta, meditim, në okultizm, në eksperiencë, spiritualizm, ose fusha ndryshme, qoftë religioze, kurse disa të tjeri nevojiten pasaj objekte. Sa më shumë mjetet kesh, aq më i fuqishëm është, po në vetë përdoren pikrisht ndikimet planetare. Pasi në shkrimet e Herodotit, madje flitet tek populli Arkadis, që është fjalë shqipe, Arkadies, kishte njerëz që ishin likantrop, pra ktheheshin në njerëz ushën në ndikimin në anës plot. To i flasin personazhe që janë historian të antikitetit. Pra imagjino se sa fuqishme kanë qenë ndikimet e hënës gjatë historisë njeriu. Enea, cilat janë 3 gjëra që sipas teje nuk duhet i bëjmë kurrë gjatë hënës? 3 sjellje, 3 vendime, 3 sjellje, 3 vendime. Mos marrësh risi nëse nuk e ke planifikuar mirë më parë, të shmangësh çdo veprimtari kryesisht financiare, pra duhet bërë me hënën e re dhe jo me hënën e plot, edhe rritet ndryshme duhen bërë në udhëzimin e një mësuesi. Të ka ndodhur ndonjëherë Enea që ti vetë të bësh rritet të ndryshme gjatë hënës së plot apo njerëz që ti njeh? Po patjetër, edhe ka ndikime ndryshme, është çdo ritual. Mund të kesh bërë një ritual. Për arsye të ndryshme, kryesisht për vetë zhvillim. Por, një nga elementet kryesorë të çdo ritualit është përgatitja. Anglisht i thon prerequisites. Pra, elementet që duhen dhe sistemi pasërtis, si purifikimit para çdo rituali është i gjatë, kryesisht mund të jetë edhe thjesht, po edhe shumë i rëndësishëm. Kështu që mirë është në fazën e anës plot, tujtimi sa më pastër, kryesisht nga ana mendore, pasi në parimin hermetik, shumë ndikime brenda nesh e më pas thjesht nesh, fillojnë që me botën mendore, pastaj manifestohen. Enea, në eksperiencën tënde, cili ka qenë rasti më i pashpjegueshëm që ti e lidh me hënën dhe fazat e saj? Ke një situatë, një ngjarje, një event që e mban mend? Shiko, unë kam shprehur dhe më parë që kam qenë afeksionuar që më shumë të hershme me okultin dhe nuk është se më bëni në i çudi. Madje nga njerëz të mi të afërt më tregonin shumë histori, domethënë histori reale. Por që e kam përjetuar shpeshherë në fazat e ndikimit hënor tek unë vetë, deri vonë si te çorientim. Çorientim shumë të madh. Domethënë aspektin e ndija dhe është njëjtë si me nëse dikush pin alkool. Pra, nëse ti je me një grup njerëz shoqëror ose me njerëz këndshëm që ty të je mirë, madje edhe alkooli nuk është se të zën keq. Po nëse je në një midis papërshtatshëm, atëherë fillon edhe aspekt e humbet. Kontrollin, vetdijen, vigjilencën. Tek unë, domethënë gjatë fazave të anës plot, përpiqesha të izoloja, sepse unë ndjek gjithkohë, se sot ka aplikacione, ndjek plus ndiqen dhe me sy të lirë. Fazat e hënës, që variojnë përqindje ndryshme, zakonisht nga 3%. Dhe kryesisht nuk bëj aktivitete gjatë fazave të hënës plot dhe e kanë dhe okultistë tjerë të gjë. Që zgjedhin të izolohen. Po, fazat kryesore, pra hëna gjysmë, hëna plot dhe hëna re. Hëna re nuk është hëna errët, që mendon shumica. 3 ditët e mungesës hënës quhen hënët e errët. Një okultist i vërtet e kupton shumë mirë. Hëna re fillon gjithmonë me shfaqjen. E një vije. E një vije. Se çfarë ndodh në hënën e errët? Hëna e errët është puna, ato që sot e njohin spiritualistët, puna me hijet, shadow work. Puna me hijet është me fut brenda vetes, me ditu edhe me u fut që shumë e vështirë në fakt, se janë pikat traumat tona, gjërat tona. Dhe në këtë gjë bëhet, kurse në hënën e re, që e theti që fillon dhe shfaqet, është rinis diçka. Qoftë me një biznes vogël, me një ndërmarrje të vogël. Enea,
A është mit apo fakt që nga hëna udhëhiqen dhe dikohen më shumë gratë? Patjetër. Pse? Sepse mishtrat mëdhenj, spiritualizmin, po të flasë mishtrat vërtet mëdhenj, thonë që mashkulli ka një pikë hënore që e ka duke mjegra, kurse femra ka 16 pika hënore. Në vetë vete, femrat karakterizohen nga hëna, simbolikisht. Ati urdhrit mistik Rosicrucian, trëndafil kryqtar, Christian Rosenkreutz, i atribuohen 3 vepra kryesore, një ndër to është martesë alkimike, matrimoni alkimika ose kimika i thonë ndryshe, dhe flet, martesë alkimike është martesë ndërmjet diellit dhe hënës. Dhe dielli aty paraqitet si mashkull, ndërsa hëna paraqitet si femër. Kështu që në botën ezoterike, elementi ujit, fuqia magnetike, edhe hëna janë më të predisponuar me femrën. Mate edhe që thamë që me fazat e ovulimit tek femrat dhe ciklin përgjithësi lidhet shumë me karakterin hënor. Madje ka shoqëri të caktuara, duke përfshirë shtrigrin, ku ka kultet ndryshme që janë rikthyer në ditët e sotme, pikërisht me mësuese, me lidere femrore dhe udhëzojnë femrat ndryshme se si të jetojnë në harmoni me këto fuqit e natyrshme. Ti thesh shtrigërin? Në kuptim pozitiv, se çdo njeri e thotë. Mund të ketë kuptim pozitiv fjala shtrig? Patjetër. Okej, ti varet se si e ka përdor populli, kemi fjalën magjistare dhe magjistrica. Nëse i kapin aspektin fetar, ato janë heretike, janë shumë gjëra, po pastaj çdo fe ka kontraditet e veta ndërmjet feve tjera. Në kuptoj se në përgjithsisht se njerëzit kur mendojnë shtrigat, mendojnë atë kapelen konike, me hundën e kthyer, ose fshesën fluturuese që hajnë kalamaj. Po të flasim për femrat të mençura të kohës tyre, dhe një femër e mençur është një potencial i madh që është shumë njerëz, kryesisht meshkuj, nuk e kanë të lehtë ta pranojnë. Ndaj dhe i quajnë shtriga. Dhe prandaj bën çfarë bën aso kohë. A ka magjistar dhe magjistrica në Shqipëri, por që shërbejnë dhe punojnë në dobi të njerëzve, jo kundër? Patjetër. Kjo është yin yangu universit, dhe yin yangu universit reflekton, pasqyrohet në çdo pjesë të tokës. Bëhemi pak më konkret, në cilat zona të Shqipërisë gjenden më së shumti, a kanë punë, profesion të parë, identifikohen me këtë gjë, apo kanë dhe punë të tjera paralele dhe kjo gjëja është pas profesionit për cilin mund të kenë studiuar, arsimuar e tjerë? Shiko, unë jam nga zonat e... Unë vetë flasë për zonat e mia që unë njoh. Dhe di që në të Pelena dhe në Vlorë ka. Por, nëse bazojmë tek një antropolog i madh, albanist i madh, albanolog i madh, Mark Tirta, unë do i quaja Biblën shqiptare, se Vazhë Pasha kur thot feja shqiptare të shqiptaria, flet shumë më të thellë se sa idealizmi patriotik, flet dhe për mitologjinë. E karakterizon zonat veriore, me që po flasim për hënën, me rituale hënore, hana. Bile shqipe si fjallë, është fazat e hënës duket si kur ka fshohen, tak me faza. Ata i thonë hana në veri. Në zonën e veriut janë rituale kryesisht hënore. Kështu që dhe rritjet magjike, pra unë po orientoj. Mark Tirta ka një vepër të albanologjisë që quhet mitologjia shqiptare. Nuk është thjesht mitologji, por është grumbullim antropologjik i gjitha zonave në aspekt shkencor, edhe kryesisht Mirdit. Mos harrojmë që Gjishfishta flet për mrrizjen e zanave. Mrrizja e zanave është bota magjike. Zanat e mëdha flet me hierarki nga kerubinët, serafimet, kalon ke kryengjërit që në botën e magjisë janë njëkohësisht niveli i hierarkisë angjelike. Derisa vjen tek bota e fae, bota e zanave, zana e madhe, zana e vogël, luleve ndryshme, lumenjve, të shpirtëve të temës së mëra. I përshkruan me detaje. Tani Mark Tirta, për ta bërë edhe pak më shkencor, jep dhe element të
klendur në gur, në dru, në porta, në sokake ndryshme, në fushat ndryshme. Tani, shumë gjëra janë koncept, nëse është e mirë apo e keqe, një besimtar, ose si ta thush, një religioz fanatik, dhe thoshte për çdo fushë magjisë është e keqe. Tani, shifet kur personi shkon dhe qa bën, që ke ty që kur ti shkon tek një yshtës, çfarë i kërkon? Nëse ti i kërkon për ndarjen e një çifti, atëherë normalisht nuk mund të qenë që është një magji e bardhë. Qartë. Është një magji e zezë. Nëse i kërkon, për shembull, për një ndihmë, për të prishur për të prishur një, ose ndoshta nuk lind dot. Këta janë shkencore, janë të njohura. Njerëz që kanë mungesë fertiliteti pjellorie, kanë shkuar tek doktorë të ndryshëm dhe nuk i kanë ndihmuar dot. Ndërkohë që njerëz që marrin vesh nga yshtet i kanë ndihmuar. Kjo është fakt. Dhe ke shumë njerëz. Pastaj është edhe shumë efekti placebo, që ti beson fort në diçka dhe më pas ajo merret. Enea, faza më e rrezikshme e hënës nga e cila ne ndoshta duhet të friksohemi pak, të kemi kujdes. Është ajo që ti the pak më parë, shadow work, puna me hijen, puna e brendshme apo çfarë? Janë zakonisht fazat kur hëna fillon të përmbushet. Kur hëna është e plot, në fakt, është e stabilizuar. Por 3 ditë para se të mbushet, që është 93%, në shkon 95, 96, ato janë fazët që largojmë disa njerëz që na shqetësojnë, sepse çdo njeri është ndikueshëm në fakt. Thjesht në nivele të ndryshme. Dhe sa më shumë punë ka bën dikush me veten, aq më shumë i arrin të menaxhojë situatat. Megjithatë, situatat ndryshme ne na ndikojnë. Kështu që unë ju them gjithmonë këshilla konkrete, largoni njerëz që ju mërzisin. Pra, të prishin qetësinë. Kjo duhet bërë. Pak e vështirë në kohë që i tonë. Mirë, ne kam një pyetje të fundit. A ka objekte në shtëpinë tonë që sipas besimeve ezoterike ngarkohen nga energjia hënës? Kristalet kryesisht, seleniti, nga vetë emri është lunar. Selena është arketipi i hënës dhe ka shumë kristale që ngarkohen ose shkarkohen nëpërmjet purimeve të ndryshme, ose diellore, ose anore, ose elementeve tjerë, tujtarit, zjarrit e tjerë, por ujin, mund të marrim ujin gjatë fazës hënës dhe quhet thjesht e vizualizon dritën e hënës të ujit dhe ti mund të dëshirosh diçka. Pra dhe ky tasi me ujë në hënën e plot ngarkohet me dritën e hënës dhe njëkohësisht me qëllimin tënd. Pasi uji në vetvete ka shumë memorie. Dhe ne dim për ujin e bekuar. Uji i bekuar në fakt është uji mantrik. Pavarësisht se çfarë religioni flet fjalët, po ai ka një lloj memorie. Është një lloj si një tip ilaçi. Dhe uji i kënduar në varësi të gjërave që ne kemi dëshirë, fillon dhe ka memorie, dhe këtë mund ta përdorësh pastaj për të arritur disa qëllime. E qartë. Ne të jemi shumë falenderues për këtë bisedë, gjithmonë për secilin informacion që ti sjell për publikun tonë mes dritës, ndërkohë që publikut i themi vetëm pas pak. Qëndroni me ne.